Përshëndetje, jemi këtu me parashikimin e datës 9 maj të 2025. Duket se është një ditë shumë pozitive, duke pasur parasysh dhe ndryshimin dhe ndikimin, favorizimin që kanë të bëjnë. Por megjithëse juve sado që ka të bëjnë jepet mundësia në një takim, por duhet të bëni këtë takim sepse ka për t'ia vlerëtur për 1000 arsye. Gjashtkëndshja Afërditës nga dashje që formohet në Plutonin ujor, ky kënd është shumë pozitiv në lidhje me çështjet e financave, favorizojnë shumë ndikimet pozitive në ekonomi, në stabilizime, në udhëtime, në lidhje me ndarje pronash, lidhje me takime apo ndryshim pune. Këtu do të thotë favorizime fantastike, shenjat siç janë binjakët, peshorja, ujori, me 10 e parë, ndikojnë shumë të 10 të parë, ose ata që kanë planete në këto shenja. Dhe gjithashtu shenjat e zjarrit, sidomos të shenjës së dashit, shenjën të luanit, kanë një ndikim shumë të mirë në këtë aspekt. Edhe pse mund të kenë një lëvizje nga një shtesë tjetër, por kjo mbetet për të parë, sepse juve keni varet në individ për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, për gjithçka juve keni dhe doni në momentin e duhur. Ajo që do të shikoni pikërisht në këtë ditë, sepse data 9 ka një kuptim shumë të mirë në lidhje me punën dhe në lidhje me çështjet që juve keni për të zgjidhur. Dita e premte, dita e Afërditës, ku jep mundësi, rëndësi në çdo aspekt që juve keni për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, sepse nëse do flasim për karrierë, keni lindur për karrierë dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur çdo lloj problemi që juve keni. Gjithashtu, edhe pse disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç i prisni juve, por është një moment shumë i mirë tani për të parë, për të zgjidhur çdo lloj problemi që juve keni ditën e sotme e zgjidhni. Kur është ora më e mirë për sa i përket kësaj dite të premte, unë them është ora 9 deri në orën 13. Është një orë shumë e përshtatshme mbi zgjidhje që çështjeve të mëdha, mbi çështjet ekonomike financiare dhe jo vetëm.